Zonja Arbana, doja të kalonim për te lajmit e kryeministres japoneze. Doja që të flisnim për kryeministrën në tërësi. Kemi pasur raste, i kemi përcjell në media të zonjës Meloni, e cila është intimiduar për shkak të bukurisë së saj, për shkak të sjelljes shpeshherë edhe si koketë në takime apo në politikën e saj të jashtme. E letë, e vështirë ti është kryeministre në gjykimin tënd? Absolutisht, është gjithmonë në gjithë botën, edhe flasim edhe qoftë edhe në Japoni, ku është një demokraci konservatore shumë e madhe. Japonia vetë është një vend konservator në kuptimin më të mirë të fjalës, në kuptimin e gjithë politikave aq rigoroze që bën për njerëzit dhe një politikë shumë speciale dhe specifike në krahasim me gjithë vendet tjera. Ndërsa Italia dhe gjithë Europa, domeni i politikës ka qenë dhe mbeten burrat, përjashto vendet e Europës veriore. Kështu që një grua që i zë domenin, sidomos në Itali, kur politikanët kanë qenë ngulur, kemi rastin e Andreotit, është politikan kalibri, kuptohet, ose politikan të tjerë. Berlusconi, po, Andreoti, Berlusconi. Kjo hyri në një domen krejtësisht të ri, pavarësisht që vinte nga një drejtim shumë konservator, një parti shumë radikale, shumë e djathtë, por që është ndër kryeministrët që po qëndron pak a shumë më gjatë se sa të tjerët në momentin, sepse edhe Italia ka bërë, siç tha Laila për shembull për rastin e Japonisë, që janë ndruar në pak vite disa kryeministra, edhe Italia ka ndruar në këtë 10 vjeçar. E kanë vështirë, pse nuk kemi shumë raste të gruas kryeministre? Në Shqipëri? Jo, edhe në botë, kemi do thoni Margaret Thatcher, po edhe raste të tjera, patjetër që po. Është ajo që thash unë, që ka qenë një domen burrash dhe lobimi i burrave në politikë është shumë i fortë. S'ka ndryshuar asgjë edhe në 2025? Ka ndryshuar, po ka më shumë pjesëmarrje edhe në politikë të grave. Ka shumë gra që marrin. Unë besoj që në 10 vjet që ardhshëm politika do jetë më femërore, për shkak të gjithë potencialit, jo vetëm që ka gruaja, por edhe të retorikave dhe të mënyrës se si ajo komportohet dhe si më të butë, më serioze, më e përkushtuar. Gruaja kur merr një detyrë e bën atë, e bën. Ne burrat nuk e bëjmë? Burrat e bëjnë në formën e tyre dhe tolerojnë në format e tyre, ndërsa gratë, unë kështu mendoj të paktën që gratë në çdo fushë, si eksperte, kur janë shumë të zonjat, pavarësisht sa lançohen, sa u bëhet eko, sa vjen në dukje, do me thënë. Ha debat kjo, duhet lançohen apo duhet ta gjejnë rrugën vetë për të shkuar më parë? Koha nuk ka qenë koha që ato të lançoheshin vetë. Tani gratë e gjen veten e tyre. E gjen veten e tyre kur janë shumë zonja, jo në Shqipëri. Në Shqipëri ende jemi... Te Shqipëria do ndalemi tani. 100 vjet mbrapa akoma në këtë kontekst. A mund ta kemi një kryeministre grua? Ne kemi një zëvendës kryeministre, po është e zgjedhur nga kryeministri. Ska lidhje fare. Kemi të gjitha pozicionet të emëruara. Fatkeqësisht, ne kemi prej gati 2 dekadash tashmë një sistem politik dhe zgjedhor të ngurtësuar, 100% të ngurtësuar, që ka përjashtuar 100% garë, dhe që me atë listën e mbyllur dhe mënyrën se si zgjidhen që nga përfaqësuesit e popullit, pra deputetët që pastaj prodhojnë qeverinë, është totalisht jashtë çdo standardi minimal demokratik. Po mos ishte ky sistem, do të kishte më shumë gjasa që të kishim një grua? Shiko, për sa kohë ka garë, kjo kalon për gjykimin tim dhe eksperiencën time për te roleve gjinore. Dhe po të referohemi dhe prap Japonisë, ato kanë filozofin bazë me cilin ato funksionojnë si shoqëri, atë që njihet si filozofia Kaizen, që është energji pozitive dhe që thelbi i cilës është vetë përmirësimi. Fillon ke ne individual, gjithmonë për te roleve gjinore që ne kemi si burra apo si gra, por që është një vetë përmirësim i vazhdueshëm në aspektin profesional, në aspektin personal dhe në aspektin institucional. Dhe në këtë këndvështri, gjithmonë edhe individi dhe shoqëria tërhiqen nga kjo lloj filozofie
edhe karriere edhe jete, dhe kjo i hap shumë më tepër hapësira dhe shanse si burrave dhe grave që zgjedhin të përfshihen në jetën politike të vendit dhe në vendimarrjen politike të vendit. Kështu që në këtë kontekst ne në Shqipëri fatkeqësisht në këtë pseudodemokraci të këtyre viteve të tranzicionit të pa kufi dhe të pafundëm, nuk kemi arritur të stabilizojmë në mënyrë të shëndetshme disa gur themeli që janë standardet bazike të një shteti ose shoqërie demokratike, sepse me vetë sistemin politik që kemi në fuqi, Ju thoni e ka problemi sistemi, jo shkupint në rrota që ndoshta mund vendosen nga politikanët meshkuj, pjesëtarët e partisë. Mund ja hapur të jemi si shoqëri dhe si individ dhe si qytetar, ne në fundit jemi të detyruar brenda formatit ton, kuadrit ton ligjor dhe zgjedhor, të ndjekim sistemin që kemi në fuqi. Dhe ky sistem, që është bërë në mënyrë totalisht jo demokratike dhe jo përfaqësuese, është ngurtërsuar për vetë faktin se këtu është zhdukur gara parlamentare për të zgjedhur i popullit me vot nga vetë qytetarët, dhe lista e mbyllur i ka dhënë pushtet. Por imagjinojmë për pak, doja për raska që kemi një sistem tjetër. Që gara është e hapur, ne si shoqëri. Unë jam e bindur që unë jam votuar, unë kam hyrë në garën e partime parlamentare në 2005 dhe unë jam zgjedhur me vot. Patjetër që po. Kështu që janë shumë zonja të tjera që në vite edhe ministri gjithashtu po janë flas zgjedhur edhe kryeministre. në nivel lokal edhe në nivel parlamentar, se ne deri në 2009 ne kishim sistemin majoritar, 100 me 40 proporcional dhe gjithmonë ka qenë çështje gare. Kështu që ke të provuara raste zonjash që me investimin e tyre, me punën e tyre, që nga 92 në vazhdim, kanë arritur edhe të fitojnë këto gara. Kështu që për mua, sistemi enkas i ngritur për t'i dhënë një super pushtet absolut dhe monopol pushteti 2-3 individëve që janë kryetarët e partive kryesore që ne kemi në vend aktualisht, dhe që ka përjashtuar çdo mundësi të një gare me kontribute, ka zhdukur hierarkinë e